Luana Vjollca ka patur një lidhje dashurie 8 vjeçare me biznesmenin nga Kosova, Krenar Çoçaj. Teksa çifti kishte fiksuar datën e martesës dhe po bënte përgatitjet për finalizimin e dashurisë 8 vjeçare në martesë, çdo gjë mori një kthes të papritur. Luana dhe biznesmeni i dhanë fund marrëdhënies së tyre, duke mos treguar asnjëherë se cilat ishin arsyet e ndarjes. Megjithatë, në media qarkulloi lajmi se ndarja e tyre erdhi si pasojë e një tradhtie. Por ajo që bëri këtë situatë më të vështirë ishte fakti se pa kohë më pas, mediat kapën mat ish të fejuarin e Luanës me një tjetër vajzë. Bëhet fjalë për modelen Endi Demneri, e cila u fotografua në krah të Krenar Çoçaj. Një lojë e fortë xhelozie duket se filloi më pas, ku shihej se rastësisht ose jo, aty ku ishte për pushime biznesmeni me të dashurën, ishte edhe Luana. Sigurisht, Luana nuk e ka as pak të lehtë që pas 8 vitesh investim në këtë lidhje të ndahej. Por një tjetër lajm është bërë publik nga ishi dashur i Luanës. Ai tashmë pret të bëhet baba. Endi Demneri dhe Krenar Çoçaj janë në pritjet e një djali. Modelja ka organizuar së fundmi një festë në Sarand, ku është zbuluar edhe gjinia e bebit. Edhe Luana ka lexuar për lajmin në media që ish partneri i saj do të bëhet baba. Burime pra moderatores janë shprehur se ajo nuk ka dashur ta komentoj as pak të zhvillim të ri në jetën e ish partnerit të saj. Unë jam e fokusuar në punë dhe në projektet e mia dhe jam e lumtur me të gjitha arritjet që kam. Nuk kam kohë për të menduar për të kaluarën dhe as për ta komentuar atë, por di të them një gjë me siguri, se ardhmja ime do të jetë shumë herë më e bukur se e kaluara.